dita prej atinve sjellja e mirë e Ibrahimit a.s. Në veçanti me antarët e familjes e tij, e në veçanti me prindët e tij. Para të lejo të ndërshëm respektimi prindëve, a pjesë e besimit tonë, që thonë të Ibn Abasi, 3 ajete në Kurani Kerim ka zrit bineq, nuk pranohet pjesa e parë, nëse të mungon e dyta. Kush janë këto 3 ajete, thot Allahu Azza wa Jall, Kurani Kerim, o anishkur li wa li walidayya wa ilayya al-masir, të jeni mirënjohës ndaj meje dhe ndaj prindëve. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall, wa aqimus sala wa atuz zakat, falë në namazin dhe jep në zakatin. Nuk pranohet pjesa e parë, nëse mungon pjesa e dytë, dhe nuk pranohet pjesa e dytë, nëse mungon pjesa e parë. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa atiu Allah wa atiu Rasul, dhe bingjuni Allahut Azza wa Jall, dhe ndjek në pejgamberin Allah. Gjithashtu këto janë 3 ajete bineq që i bashkun Ibn Abasi, e Allahu Azza wa Jall na tregon komunikimin e Ibrahimit a.s. Edhe pse baba i tij ishte mushrik politeist, i cili këdhënte idhuj, mirë po Ibrahimi a.s. ju drejton të babas vet me fjalë të buta, me fjalë të urta, dhe i thajke ja ebeti, lime ta'budu, ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yugni minke min Allahi shay'a. O baba im, përse pe adhuron atë të cilën nuk dëgjon, përse pe adhuron atë të cilën nuk shiqon, përse pe adhuron ajë që nuk sjell ti e dobi fare. O baba im, unë e kam frikë se po zbret dënimi Allahut Azza wa Jall. O baba im, Allahu më ka dhuru dituri që nuk të ka dhuru ti, më paso, do të tregoj rrugën e drejtë. Ja ebeti, o baba im, me gjitha ta, sjellë e babas vetë, deri në fund, i tha Ibrahimit a.s. Nëse ti vazhdon me këtë rezistencë dhe nuk e adhurën zotat të cilët i kthejnë ne, do të përzon prej shtëpisë time dhe largohu, e qitë prej shtëpisë vetë. E Ibrahimi a.s. i thot, do të lutna për ti, lëzotit tim, do të lutna për ti, o baba im, që Allahu Azza wa Jall të fale. Për atë Allahu Azza wa Jall e ka ndëlu që njeriu të lutet për jo besimtarin, e ka përjashtu vetëm njanin, atë që e ka përjashtu Ibrahimin a.s. që i ka premtu babas vet se do të lutë në Allahut Azza wa Jall për ti, o baba im, që Allahut fale. Ash lut për babën e vet, selamun alejke, i ka thonë selam babas vet, ka dalë pe i pragut të shtëpis, ashtë dëbu nga baba e vet, nga se ashtë kërcnu me mbigje. Ibrahimi a.s. për ata djetarë thojnë që Allahu Azza wa Jall e begatoj Ibrahimin pleqni me fëmi, dhe jo fëmi të thjeshtë, mirë mo me pejgamber të mdhej, Ismailin, Ishakun dhe Jakubin. Allahu ka tregun Kurani Kerim për shkak respektimit të prindëve. Dije se respektimi jo të i prindëve, edhe nëse prindit të kthejnë me të keq, Allahu Azza wa Jall të kompenzon. Allahu të dhëron fëmi të khajrit. Ibrahimi a.s. o baba i pejgamberëve, nga se respekton të baban e vet, edhe pse baba vet ishtë moshrik, nga se u sjell të mirë me baban e vet. Pra thonë të pejgamberi Allahu, s'kam pa didënime më të ngutëra në dunja para akiretit, njëna prej atinve mos respektimi prindëve. Ibrahimi a.s. arrit epitetin ummet, nga se i respekton të prindit, edhe pse ishin jo besimtar, e që të flasmin e vledhe të ndërshëm. Këta dit që nuk respektohen prindërit, i kthet fjala prindëre, nuk është të rëndësi për prindërit. Krenomi se të ne kur të hapi shtëpi për pleq, ndërsa pleq janë ata të cilët duan të plakën në pragun tonë, duan të plakën në shtëpit tona. Pleq janë ato emaneti Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall e kalon bisubet tona. Për ato le të ndërshëm respektimi prindëve, kujdesin dhe i tyre. E bon Ibrahimin a.s. qëtë baba i pejgamberve. Allahu Azza wa Jall Ibrahimin a.s. e përgëzon në pleqni me fëmi të khajrit, pejgamber të zgjedhur, ku prej sejrit për të prej tyre, prej sulalës e tyre. Allahu e përmbil dhe mesajin e fundit me Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Lësim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të në dhuron edukat, që shka e pa posedu Ibrahimi a.s.